Rregullsia e njeriu në sjellje dhe veprime vjen prej rregullsisë së tij në shpirtin e mendime, ndërsa karakteri sublim i akteve të tij rrjedh nga qëndërgjigjen e ka të hapur ndaj botës përtej. Kur pas një periudhe të gjatë pa punësie, një njeriu ofrohet një vend pune, ai domosdoshmë që do t'jepet krejt pas kësaj pune. Në të njëjtën mënyrë, kur njeriu i bashkohet palës së besimtarëve, ai ditë e natë do të jetë tërësisht i angazhuar me detyrimet që burojnë për pozitës së tij të re, si dhe me mënyrat e mjetet e përmbushjes së suksesit të këtyre detyrimeve. Nëse te një njeri do të gjendeshin virtyte të tilla si varësia e Ademit ndaj Zotit, thjeshtësia e Isait, qëndrueshmëria e Ejupit, dashuria e Ibrahimit dhe morali i Muhamedit, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ta, dhe në të njëjtën kohë në zemrat e tij do të kishte qoftë edhe një thërmi për kushtimin ndaj diçkaje tjetër veç Zotit, atëherë Zoti nuk do ta vlerësonte atë njeri. Duke menduar se të mirat që të janë bërë, të kanë zbutur zemrën, dhe se ndaj personave që të kanë bërë mirë, ndjen dashuri dhe interesim, mund të nxjerrësh si përfundim se edhe të tjerë do të tregojnë dashuri dhe interesim për ty, nëse u bën mirë. Thonë se njeriu është robi së mirës që është bërë, e mira është streha më e sigurt ndaj njerëzve për të cilën ti dyshon se duan të bëjnë keq. Kur profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, i vdiq djali i tij Ibrahimi, ndodhi një eklips diellor. Njerëzit filluan të thonë se kjo është shenjë pikëllimi për vdekjen e tij. Pasi e dëgjoi këtë, profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, doli e u tha: hëna dhe djevi janë shenja të Allahut, dhe nuk eklipsohen për shkak të lindjes apo të vdekjes së dikujt. Kur të shihni diçka të tillë, falni 2 rakate namaz dhe lutuni derisa eklipsi të mbarojë. Kur përshkruen 7 llojet e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit të Zotit, atë ditë nuk do të ketë hije tjetër veç hijes së tij. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, thot: ai njeri që e kujton Zotin në vetmi dhe i mbushen syt me lot. Ibrahimin e pyeti një herë se përse Allahu ua kishte paksuar riskun. Ai u përgjigj me 10 pika, edhe ndërto ishte edhe kjo: përcjellni çdo ditë të vdekurit, dhe as pak nuk kujtoheni se edhe ju do t'i pasojnë një ditë. Aisha tregon se një natë, profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, qau aq shumë në namaz sa lotët filluan t'i rrillnin mbi kraharor. Në fund të namazit, ajo e pyeti: o i dërguar i Allahut, përse qanë, ndërkohë që Allahu të ka falur atë që ka kaluar dhe atë që do të vijë? E ai u përgjigj: o Aisha, a të mos jemi i njohës për këtë? O Zot,
Ç'është kjo botë e mbushur plot çudi? I pa fillim të shkufiri i botës engjëllore. Në pafundësi humbet fundi i botës hynore. Pushteti yt para së cilës s'ka gjë që të qëndroj. Në një çast e përshkon zbrastin që s'di të mbaroj. Shi, pa ditur gjë, në kohë të kufizova, o krijues absolut, dhe ja si gabova. O Zot, mbron prej diturisë së padobishme, prej zemrës që spendohet, prej shpirtit të papastër, prej lutjes që nuk pranohet. O mëshirues, mbromë prej sjelljes kryelartë, punëve të këqija dhe prej dëshirave të urryera. Dhuro më mençuri dhe më ruaj prej të keqes së shpirtit tim. Kënaqe me atë që të kënaq ty. Bëj që të mos ndjek atë që ti e ke ndaluar. Zoti i madhëruar thot një hadith të shenjtë: pasuria është e inje, të varfërit janë në mbikëqyrjen time. Të pasurit janë të autorizuarit e mi. E nëse të autorizuarit e mi tregojnë kopratës ndaj atyre që i kanë në mbikëqyrje, do të bëjnë ta shijojnë dënimin tim dhe nuk më pengon gjë. Ajo që kaloi e mbaroi dhe shpresa ka humbur. Për ty vetëm çasti që jeton të është i duhur. Begatit e Allahut dhe nëse zgjasin shumë, nëse nuk falenderojnë, ikin si lum. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, na rrëfen. Është i shkatëruar skllavi i dinarit dhe skllavi i dirhemit. Gjithashtu, profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: dy ujq të uritur që sulmojnë një kope me dhen nuk shkaktojnë më shumë dëm se sa i shkakton besimit të një njeriu lakmia për pasuri e pozit. Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: 7 vepra sjellin shpërblim për një rob të Zotit, edhe nëse ai është në varr. Përhapja e diturisë, hapja e një kanali, gërmimi i një pusi, mbjevja e një peme, ndërtimi i një xhamie, lënja trashëgimi një kopje të Kuranit dhe lënja pasardhësve që t'i luten për faljen e mëkateve të prindërve të tyre. Në kohërat e lashta, një burrë mbi një mal, 100 bi nga Zoti lutesh që t'i fal. Nuk dihet sa bëri, për çdo pjell të vet, njërës zemër i falte, tjetrës një shigjet. Kur vdiq, u kuptua se ç'ishte e vërteta, për çdo mashkull zemra, për çdo femër shigjeta. Më mohon mua koha ime, e nuk e di që unë jam krenar. Gjërsa të lashet e kohës, i konsideroj të leta. Ngulmoj koha të më tregoj se sa e dhunshme është, e unë ngulmova të tregoj se si është durimi. Kënaqu dhe shijollu rutinë, se gjithçka shpejt përfundon. Ajo që ka fillim ka dhe fund ku mbaron. Dhuratat e Zotit pse si shfrytëzon?